po ndodh në këtë proces është që prokuroria ngarkon me përgjegjësi ligjore ministrin për një gjë që nuk është autoritet ligjor i ministrit, nuk është as detyrë ligjore e ministrit, nuk është përcaktuar as në ligj, as në vendim Këshillit të Ministrave. Dhe kjo bën situatën absurde, edhe zgjatjen për faktin sepse duke pasur vetëm aludime, duhet patjetër që thënim poshtë aludime dhe jo faktin se çfarë ligj është shkelur apo çfarë vendimi qeverie është shkelur. Siç e tha edhe avokati Visha, sot jemi marrë me faktin e përcaktimit Gërdecit. Është qartësisht përcaktuar një përpara urdhrit të ministrit, dhe ajo që provuam sot, ne kemi provuar 5 urdhra të shefit shtabit të përgjithshëm para kësaj VKM-je, para urdhave të ministrit, që provojnë që municionet nga 20 deri në 160 mm janë trajtuar si municionet të kalibrit vogël në procesin e demontimi me NATO, në procesin e demontimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në procesin e demontimit me Britaninë e Madhe. Dhe këto përbëjnë provë, por nuk merren si provë nga prokuroria, as nuk futen në proces. 2 momente të pretenduara nga prokuroria për ne gabueshëm, ai i caktimit të Gërdecit si vend demontimi, ku provohet që për ne ky paracaktim është realizuar post njohurisë ministrit mbi faktin dhe pas një, si thua, involvim të tij në këtë moment. Dhe padyshim momenti i dytë është ai i kalibrave, që s'pari nuk ka asnjë përcaktim ligjor që ndan në rubrikën e Shqipërisë kalibrat në 19 vegjël. E zyti vetë ekspertët e pojnë. Këtë ka vetëm tekst mësimor dhe ky i vjetër sovjetik